Gjetja e një shtëpie, qoftë me qira apo për blerje, është kthyer në një sfidë të vërtet për shumicën e njerëzve në qytetin e Vlorës. Kjo situatë po prek veçanërisht të rinjt, çiftet e reja dhe familjet me të ardhura mesatare, të cilët nuk përballojnë dot çmimet e tregut të lirë. Agenti imobiliar Spartak Toza i thotë se çmimet e qirave janë rritur me mbi 30% krahasuar me vitet e kaluara. Në vitet e fundit kemi patur një ngritje, pothuajse 2% të qirave. Aktualisht qiraja më e pak që kemi është 300 euro dhe kjo është normale për rrogat që për njerëzit që punojnë këtu. As blerja e një apartamenti nuk është zgjidhje, ndërsa ndërtimet e reja janë të shumta, çmimet nuk janë të përshtatshme për të ardhurat e qytetarëve. Për qytetarët e Vlorës tash është bërë e pamundur të lëvizësh tani se kurdo që të blej një apartament ose duhet të jetë ti ketë ato lek njanë se për një rrok pune është e vështirë të blesh një apartament se me pak ta shkon 1300 euro metri katror. Banesat shpesh blihen nga emigrantët të huaj që i përdorin për pushime apo investim për të krijuar struktura Airbnb. Banorët vendas nuk arrin të marrin kredi për të blerë një shtëpi në qytet.